Për ne tokësorët laik, përveç stilit të shkëlqyer të shkrimit, për njeri që ishte teolog i nivelit lartë, autoritet teologjik i referueshëm nga shumë kisha si motra, apo nga universitetet të ndryshme, bien sy disa elemente. E para që ai testamenti është redaktuar për herë të parë 1998 apo jo? Është korrigjuar në 2015 dhe është korrigjuar sërish në 2018. Ky është momenti i parë që bëra reun. Momenti i dytë, përveç atij që u përmend nga gazetari që kishte përgatitur insertin, është ai që ai kërkon ndjes për ata që për shkak të dobësisë dhe rrëmbimit mund t'i ketë lënduar. Dhe nga dikush në rrjet, ky moment konsideroj që moment i cili mund të ishte adresuar gjatë kohës shërbimit të tij fetar. Një klerik i lartë, ata që lëndon, përpiqet që t'i kërkoj falje gjatë shërbesave të tij dhe nuk e bën këtë nëpërmjet një testamenti. Edhe ky është momenti i dytë që më bëri përshtypje, ashtu siç bëri përshtypje diçka tjetër që ai ne tokësorë normalisht na bën përshtypje. Ky fakt nuk kishte asnjë pasuri të tundshme apo të patundshme. Kishte libra të cilat i dedikonte për një qendër të studimeve fetare në Athinë, bashkëpunëtorëve të vet në mënyrë simbolike, po edhe kishës. Do doja që ti komentonit juve këto momente që janë laike, si thash, por ju mund t'i jepni domethënie jo laike, për shembull. Po. Momenti i redaktimit, apo ishte për shkak të jetës tij të gjatë dhe Për herë të parë, hartimi i testamentit të kryepiskopit është kryer prej tij në vitin 1997. Tani, jo më kot ka qenë ky vit, sepse ai kishte kaluar një sëmundje të rëndë dhe ishte shtruar edhe në spitalin Evangelizmos në Greqi. Dhe po mendonte çfarë të bënte që të krijonte sinodin sa më shpejt. Në të shtatës kishim ende sinodin. Nuk e kishim akoma peshkopë, domethënë ishte vetë ai që ishte kryepiskopi. Dhe më pas, meqense Perëndia e la shumë gjatë tek ne donim ta kishim edhe më shumë kryepiskopin Anastas në krye të kishës. Por aq sa e la, ai pa që duhet të bënte korrigjime, sepse ndryshonin dinamikat e kishës ose avanconin çështjet dhe ai bëri korrigjimin në 2008 dhe në 2015. Nga 2015 nuk e ka ngacmuar. Normal, ju s'keni nga ata dinje se cilat janë ndryshimet apo jo sa të ishin personalet. Unë nuk jam marrë me tekstin që sepse ky është teksti i përkthyer dhe që është lexuar më pas në Kishën Ortodokse dhe ato shënimet janë në tekstin origjinal. Po. Por që nuk e dim se kur i ka ndryshuar, por që ishte në vullnetin e tij dhe natyrisht testamenti e ka shumë privat. Tani për sa i përket çështjes së faljes që tregon një dimension të përullësisë së kryepiskopit, edhe siç e përmend edhe në fund të testamentit thotë më modesti ndër episkopët. Ose më i pakti, po ta themi në origjinalin siç e ka shkruar ai, ndër episkopët, do të tregojë që edhe pse ai kishte arritur me hirin e Perëndisë dhe kishte ringritur Kishën Ortodokse në Shqipëri, i kërkon falje të gjithë atyre që nga pamundësia, sepse asnjë s'është i pagabueshëm. Njohim kryepiskopin që është një njeri i altarit. Ai vinte dhe kishte një devocion shumë të madh me shërbesat. Nuk ishte një njeri që thjesht akademik apo profesor. Ka referencë. Duke qenë i tillë, natyrisht i kërkonte faljet edhe gjatë shërbesës. Po ka referenca shkrimet e shenjta për këtë, domethënë që falja ndaj atyre që i lëndon për shkak të rrëmbimit apo për shkak të dobësisë, duhet bërë në kohë reale ose kur e kupton gabimin. Ka referenca të tilla apo është tradita e kishës? Njerëzit e kishës është, ta themi, është rutinore, kërkesa e faljes, modestia, përullësia. Nuk besoj që tradita e kishës thotë që në qoftë se dy persona bien në konflikt me njëri tjetrin, duhet që pa perënduar dielli të kërkohet falja edhe të pranohet falja. Por natyrisht, kryepiskopi mos presim që do vinte të kërkonte falje dhe ndoshta dhe ka kërkuar sepse kjo është çështje personale e tij. Por ama në frymën e kishës që në një moment në një person që është shembull për të gjithë kishën
që vjen momenti që do dalë përpara Zotit, siç të gjithë do dalin përpara Zotit, vjen një moment dhe i bën dhe llogaritë për ato që ka punuar me njerëzit e tjerë, devocioni që ka bërë ndaj kishës, dhe natyrisht falja është një çështje thelbësore për të shkuar dhe për të ballafaquar në atë botë, në botën tjetër. Kështu që në këtë pjesë ai jo vetëm që merr vlerësimin e dur, si të thuash, nga brenda kishës për këtë aspekt të rëndësishëm të testamentit të tij, por kjo e bën që të jetë një shembull për ulësi dhe për të gjithë ne të tjerët që e kemi pasur si shembull shpirtëror. Ai vë emrin ato, po themi, problemet veta, rrëmbimi dhe dobësia. Në këtë kuptim është i drejtë për drejtë. Se mund të kishte vënë një emër tjetër. Kjo është sfida e çdo njeriu. Po megjithatë, hartimi i këtij testamenti tregon vlerat e atij njeriu që si kryepiskopi dhe aq sakrifica sa kishte bërë ai për ungjillëzimin dhe për veprën mbaritore dhe për njeriu, po dhe për Shqipërinë